Ndëruar miq, do të flasim për aktualitetin politik, po shkojmë drejt të javës. Ndërkohë që ende protesta vazhdon. Po ashtu dhe zhvillimet politike në kuvend kanë qenë të nxehta ditën e sotme me përplasje. Në qendër ka qenë dosja Aruba. Gjitha këto ne do t'i flasim me mikun e emisionit ton, avokatin Gylsen Zhima. Avokat, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Avokat, si në çfarë ritme shikoni protestën? Së pari duhet kemi parasysh që protesta është një mjet demokratik për të kundërshtuar drejtimin e vendit apo keqeverisjen e vendit në kuptimin demokratik pra të revoltës popullore e cila gradualisht faq atë revolucionin e mundshëm në sektore të ndryshme të vendit, pra të keqeverisjes apo të keqeverisjes të vendit. Duhet kemi parasysh që protesta nuk ka kuptim të kemi me atë aspektin asaj që themi vazhdimisht një protestë e cila duhet ketë sa më shumë njerëz. E rëndësishme është që te kjo protestë ka prezencë, ka paraqitje njerëzish të cilët dalin dhe protestojnë kundrejt kësaj qeverie dhe marshojnë kundrejt kësaj qeverie nëpër Tiranë. Pra do të thotë që te kjo protestë nuk presim përveç se marshimit asnjë gjë tjetër për sa i përket protestës. Por nga ana tjetër, presioni që i është bërë nga kjo protestë qeverisë, opozitës në tërësi, mesazh tek shoqëria në tërësi, që ky popull nuk flen gjumë, ky popull nuk është i heshtur, ky popull nuk është pasiv, ky popull ka dëgjuar dhe i dëgjon ata të cilët qeverisin apo keqeverisin vendin, drejtojnë partitë e tyre apo nuk drejtojnë partitë e tyre në kuptimin e gjerë politik, sigurisht populli jon dha mesazhin e qartë që ne jemi këtu, ju mos veproni pa mendimin ton. Por nuk është se ka një lëvizje nga shumica. Ju e mendoni se brenda një muaji apo pothuajse 10 ditësh do të kemi një reagim të një pushtet që ka 13 vite në mënyrë të menjëhershëm të reagojë dhe të nënshtrohet pakicës, sepse do të keni parasysh sepse për qeverinë ajo quhet një pakicë në rrugët e Tiranës dhe nuk quhet një shumicë. Pra duhet kuptojmë bashkarisht që nuk mundet një pushtet absolut të ketë një përgjigje apo një dakordsi apo një mesazh vijimi që shiko ne jemi këtu shpejt për të vepruar dhe për të përgjigjur apo për të refuzuar apo të shfuqizuar apo anulluar kërkesat që kanë protestuesit. Prandaj ju duhet ta dini që kjo kërkon kohë edhe nga njëra palë dhe nga pala tjetër, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që kërkesat e protestuesve janë kërkesa tërësisht politiko-mjedisore, sepse lidhet për Zvernecin, në Sazanin edhe për Shqipëria nuk shitet, dhe pastaj në aspektin kryesisht politik të zotit Rama për të dhënë dorëheqjen. Pra janë kërkesa të shumta të cilët kanë pothuajse pikën e fundit ose të fillestare, merreni si të doni, dorëheqjen e zotit Rama. Por te kjo protestë, për mendimin tim, materializohet urrëtia ndaj zotit Rama dhe ndaj qeverisjes apo keqeverisjes së Partisë Socialiste kundër Partisë Socialiste ose Partisë Punës, jemi realist, 85 vite në politikën shqiptare dhe kundrejt çdo individi që do të shikoni tani e tutje të godasi rrethin e tyre brenda Partisë Socialiste. Pra, kjo protestë nuk ka rëndësi më a u rrëzua apo jo zoti Rama, po e rëndësishme e kësaj proteste është urrëtia ndaj zotit Rama, urrëtia ndaj Partisë Socialiste, Partisë Pune dhe urrëtia kryesore ndaj komunizmit, sepse atë brenda thënë poshtë komunizmi, pra mesazhi është tepër i qartë. Avokat, do bëri diferencën diaspora apo protestuesit nga brenda në këto 18 ditë? Si, në cilin kuptim? Ardha e tyre nga jashtë, që dha më shumë shtys, apo fakti që edhe brenda kishte pak kënaqësi? Nuk që edhe nga jashtë ka pasur ardhje, ka pasur thirrje, mobilizim.
Ma që duket është në datë 21 që është vendosur një tjetër protestë kombëtare, pra që do të marrë duke pritur mbrëm një nga protestuesit tha që tani nuk është se po i presim të vinë vetëm me avion, por edhe me autokolon makinash. Po, dakord me ty. Por dua të pyes diçka. Me shumë respekt për diasporën tonë, kudo që ndodhet, me shumë respekt, pas një ironi, por me seriozitet absolut. Kodi jon zgjedhor i dha të drejtën atyre të zgjedhin përfaqësues të tyre. Shumica e tyre votuan PS, PD dhe parti shumë të vogla po pak. Por Tirana, kryeqyteti, pra venalit këtu, i dhanë mandate partive të reja politike. Të jemi realist. Pra ju thoni që ndryshimi nga brenda, jo nga jashtë. Bravo. Pra, nga jashtë nuk ka se si t'importohet ndryshimi kur ne e vuajmë politikën shqiptare. Një emigrant që jeton jashtë vendit, të jemi realist, nuk vuan pasojat e keqeverisjes që ne kemi këtu. Ai vuan pasojat, që kjo është e vërtetë që nuk është se ai vuan 100% pasojat ose merr 100% të mirat. Atëherë i bie që këtu hapim debatin edhe për votën e tyre. Jo, shiko, unë nuk e hap debatin për votën e tyre, sepse derisa u normua, unë nuk jam ai që të cenoj sigurinë juridike, thjesht përmirësime kërkohet, Ju po e hapni sepse tek i thoni që ndryshimi vjen nga brenda, atëherë ata pse të kenë vendimarrje i bie. Jo, ndryshimi nga protesta vjen nga brenda, sepse nuk janë të gjithë emigrantët cilët shkojnë nga ora 19:00 tek protesta edhe protestojnë aty. Emigrantët shqiptarë ose diaspora shqiptare ka një natyrë tjetër të protestuarit dhe për sa i përket jetesës, ajo nuk jeton 24/24, ajo mund të komunikojë me njerëzit e saj që ka në atë, por e vërteta është që ka distancë të kuptuarit zhvillimin, padrejtësinë dhe mënyrën se si jetohet në Shqipëri. Ti mund të kesh parasysh në aspektin parimor që këtu ka një padrejtësi, por ti si një person që jeton në një vend të huaj, nuk koncepton disa ngjarje në Shqipëri duke qenë në Shqipëri, por i koncepton duke qenë në Itali, në Greqi, në Austri, në Kanada, në Amerikë, kupton? Dhe ka tjetër natyrë të menduarit, sepse ti ku jeton atje mendon ndryshe, nuk mendon për disa gjëra të cilat nuk i përkasin fare korrupsionit apo element të korrupsionit, atje nuk i përkasin dhe s'kan lidhje fare, ndërsa këtu në Shqipëri çfarë të